Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 23 nëntor të 2025. Duket se pikërisht kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme për nga ana e financave, sepse këndi që formohet midis diellit në Shqiptar dhe Plutonit në ujor, një kënd veçanërisht intensiv dhe i fuqishëm, që mund të sjellë vendosmëri, efikasitet, zbulesa, por edhe tendencë të fortë për të kontrolluar gjërat. Shqiptari, Dashi, Luani, Binjakët, Peshorja, Ujori, që kanë lindur në fillim të shenjave të mësipërme ku ndikohen shumë, megjithatë, keni kujdes nga lojra manipuluese në marrëdhënie, sepse ndryshe mendohet, ndryshe ndikohet, por juve nuk i keni fare problem, sepse lidhet me ndikimin e madh, lidhet me ndryshimet të mëdha që do të keni, por në anën tjetër e keni mjaft dhe jeni shumë të ndikuar për sa i përket çështjeve, për sa i përket mundësive që ju jepet, dhe kjo do të thotë çështje të rëndësishme ekonomike, financiare, dhe në lidhje me këto është koha mjaft e mirë dhe tepër pozitive në ekonomi, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me vazhdimsinë, se vazhdimësia është ajo baza për juve që keni të bëni me ndikimin më të madh financiar, dhe kjo do thot ekonomi, kjo do thot stabilizim, kjo do thot rëndësi në gjërat e mëdha që juve keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me punën ose me karrierën, kjo është një anë tjetër, por është mirë që të shikoni gjërat dhe të arrini në finish, sepse duket se ndikimet janë mjaft të mira dhe tepër pozitive. Por pas se të filloj me parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja rose atje. Atje ndosë sekretariat për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që e keni ose doni diçka në rastin konkret në lidhje me parashikime ose gjëra të rëndësishme, e keni atje WhatsAppin, Viberin, emailin dhe mund të flasim. Por për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti dhe doni të dërgoni mesazh për të marrë një pyetje përgjigje në kohën që jemi live, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë ku vërtet kërkohet vëmendje, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me vendime të rëndësishme që kërkohet vëmendje, por kjo do të thotë sepse kërkohet shumë kohë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime të mëdha që do të keni, por megjithatë mos mu shqetësoni fare, sepse duket se ka ndikime mjaft të mira, ka ndikime në punë, ka ndikime në biznese, në ndryshime të mëdha që juve i keni parasysh se si ndodhin fenomenet në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa ndryshime që mund keni, por vërtet është koha më mirë e mushme për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat e juaja. Në lidhje me anën e pozitivitetit dhe të mundësive që do të keni, është koha më mirë e mushme për të gjetur zgjidhje mbi ca probleme që keni pasur dikur, ose një moment mjaft të mirë fantastik ekonomik dhe gjërat e tjera që do të keni për sa përket arsyes së punës, për sa përket mundësive dhe kohës në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Çfarë bën për shenjën e Demit? Çfarë ndikimi ka? Ajo që duket në plan të parë, mënyra që juve keni dhe çështjet që juve ndikoheni, ka të bëjnë shumë me një ndryshim mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme. E kuptueshme është ekonomia, stabilizimi, mënyra dhe ndryshimi. Në anën tjetër keni një moment të mjaft të mirë në ekonomi, sepse ndryshimet ekonomike për Demin kanë kohën e tyre, duke pasur parasysh edhe momentet e duhura në zhvillime, në ndryshime, sepse ndryshime ka të bëjnë shumë me anën e pozicionimit të planeteve,
ku një moment mjaft I mirë për juve është ideali sepse zgjidhin një problem shumë të madh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të ditëshit parë, me ujor të ditëshit tretë është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket shenjës së binjakëve, meqenëse binjakët duket se tani kanë momentin e duhur mbi zgjidhje të problemeve dhe konflikteve që kanë pasur para disa kohëve, momentet që janë tani e tutje kanë një periudhë mjaft të mirë për binjakët dhe binjakët duket se realizojnë një çështje madhore financiare, një çështje biznesi më tepër thosha unë, por në rastin konkret është një moment mjaft I mirë sepse lidhjet që kanë bëjnë me luan dhe me peshk në fushën e dashurisë do kenë një gëzim shumë të madh në jetën e tyre. Vijojmë tek shenja e radhës që do thot shenja e gafores. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforet duket se tani e tutje nuk është se ka një ndikim ose një çështje të lënë pezull dikur dhe nuk e realizojnë ashtu siç ata dëshirojnë. Por unë them që është një kohë tani, është mjaft e përshtatshme në çështjet ekonomike financiare, por dhe një ndryshim shumë I madh që do lidhet me punën, do lidhet me karrierën. Me karrierën lidhet shumë që ka të bëjë me anën tuaj. Por gjithsesi në fushën e dashurisë, për gaforet të duket se me ujor dhe me dash kanë një ndikim mjaft të mirë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë luanët. Luanë të dashur duket se kjo periudhë është periudha juaj, periudha e ndryshimit, periudha e komunikimit, e marrë vendime të rëndësishme në kohën e dur dhe I mundësi e artë për zhvillime të reja që do keni në fushën e punës suaj. Në çështje shpirtërore, edhe pse një problem I vogël që keni pasur dikur e zgjidhni tani dhe është një mundësi shumë e mirë, një moment mjaft ideal, por keni gjërat konkrete që do t'i zgjidhni tani e tutje, kur është një mundësi shumë e mirë në punë, në karrierë, në marrje vendimesh të rëndësishme dhe në periudha të ndryshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Meqense virgjëreshat tani e tutje duket se keni një punë paralele, në fakt dhe mirë po do të lini këtë punë të merrni diçka tjetër, unë do t'ju them që bisedojeni sot, sepse edhe si ditë, në fakt, është ditë e mirë në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet, sepse gjithmonë një ditë para javës, para fillimit javës, është diçka që për ju ju ndihmon, sepse dita e diel është dita e diellit dhe ka një ndikim shumë të mirë kjo ditë për sa I përket zhvillimeve dhe periudhës kur ndodhin fenomenet dhe ana më e mirë e mundshme juaj. Prandaj bini pas, mos më lini pas dore këto gjëra, sepse është problem pastaj dhe nuk mund të zgjidhet siç do dëshironi juve. Prandaj është dhe koha tani për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me binjak duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Meqense peshorët duket se kanë zgjedhur kohën e duhur, momentin për të marrë vendime të rëndësishme në fushën e punës së tyre. Një bisedë që mund bëhet sot mbasdite është mjaft mirë, sepse e zgjidhin këtë problem që ata kanë këtë ngërç, por dhe momenti që është tani është një periudhë shumë e mirë dhe tepër premtuese për gjërat që keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë akrepi. Për akrepët duket se tani e tutje kanë disa mundësi, jo një mundësi. E para mundësi është sepse koha tregon që në lidhje me punën, me karrierën, me ndryshimet të mëdha që vijnë tani e tutje, është një moment mjaft I mirë dhe koha ka treguar që I keni shansin me vete, keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që vërtet kërkohen vëmendje, por tani është momenti I duhur për zgjidhjen e çështjeve ekonomike financiare, sepse është një moment mjaft I mirë dhe shumë pozitiv. Por çështjet e dashurisë duket se është një problem I vogël me peshk, por mund zgjidheni me binjak dhe me luan, por me peshk kërkohet pak kohë dhe dita e sotme ju ofron një diçka të tillë dhe mundoni që ta zgjidhni një herë mirë këtë problem. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapit. Për sa përket bricapëve, vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarët duket se kanë një ndikim mjaft të mirë në lidhje me anën ekonomike dhe financiare, në lidhje me disa takime dhe bisedime shumë të rëndësishme, ku gjërat kanë ndikime mjaft të mira dhe
kanë bëjnë me mundësi të arta që kanë bëjnë dhe çështjet ekonomike financiare, por gjithsesi gjithmonë shqiptarët kanë atë ndryshimin, kanë atë mundësinë që u jepet. Për shqiptarët gjithmonë kanë pasur disa takime të rëndësishme, se ditë e diel gjithmonë jep mundësi, gjithmonë kërkon disa gjëra që duhen gjetur zgjidhje, por gjithsesi koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim, por shqiptarët gjithashtu kanë dhe një shans shumë të mirë në lidhje me dashurinë e larguar ose keni pasur një njohje në distancë duke të shumë afër me Luan, kurse me Binjak dhe me Peshk shkoni në martesë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricavëve. Për sa përket bricavëve duket se kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me anën pozitive të çështjeve të karrierës, pse lidhet me karrierën. Me karrierën keni pasur mjaft gjëra pozitive juve, edhe pse është një problem i vogël që mund të ketë zgjidhje në këtë periudhë, por bricavët duket se me dashjet e diçit parë, me virgjëreshtje dhe dishitetet në fushë të dashurisë ka diçka shumë të mirë tek juve, por me gafore është vetë jeta dhe mos e lini pas dore sepse është periudha mjaft e mirë në stabilizim. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot ujori. Duke pasur parasysh mënyrën e ndikimit dhe të mundësive që juve keni tani e tutje, është një ndryshim mjaft i mirë dhe korrekt nga ana juaj, dhe korrektësia bën çuditëra në fakt për arsyeën e punës, për takime dhe vendime që merrni në kohën e duhur, dhe kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me veten tuaj, shumë korrekt me njerëzit që ju rrethojnë, dhe është një moment mjaft i mirë me sa duket ujorët dinë çfarë bëjnë diku shkojnë. Kjo është diçka shumë pozitive. Madje është momenti juaj dhe korrektësia juaj që është në lidhje me disa takime dhe bisedime shumë të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të diçit parë, ujorët e diçit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshë dashur, duket se kjo periudhë, edhe pse duket e vështirë në plan parë, kjo ditë e diel është një ditë relaksi, ku për juve është momenti, për juve është koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë. Dhe kjo do t'ju ndihmojë shumë për një të ardhmen të afërt të zgjidhni problemet e juaja. Në çështjet që kanë bënë me punën ose një çështje kontrate e lënë për gjysmë, duket se tani merr formën e vet dhe zgjidhjen e problemit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me akrep duket të para. Vijojmë tek një ndikim tjetër që mund t'ju them tani, do të themi që shenjat që kanë pozicionimin e planeteve më të mirë, që të kuptojmë për ditën e sotme, prandaj edhe them sepse kemi ndikimin e diellit në shigjetar, ndikojnë shumë për ditën e sotme paradite, shigjetarët, binjakët dhe virgjëreshat. Prandaj bini pas, nëse keni bisedime të rëndësishme bëni sot, sepse dita e nesërme është e vështirë. E them këtë si parantezë për të kuptuar në gjëra që do të ndodhin tani e tutje, por këto shenja janë shumë të ndikuara. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 23 nëntor të 2025. Po para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atëherë kemi pikërisht faqen këtu astrologu.al, duke klikuar dhe duke zgjedhur paketën tuaj, pastaj shkoni tek sekretaria, atje e klikoni dhe më pas mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni dhe më pas e shikoni, ndiqni hapat aty, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Njëro Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.